Në radhët e forcave të armatosura ka histori të heshtura, por mbajnë çdo ditë mbi vete peshën e përgjegjësisë. Një prej tyre është ajo e rreshterit Erlis Bercaj, zëvendës komandant toke dhe instruktor stërvitjeje, i cili qëndron në qendër të përgatitjes fizike dhe profesionale të efektiveve të rinj. Është një përgjegjësi shumë e madhe, sepse në rol parë kërkon kurajë, guxim nga vetja, duke nisë nga vetja, është një përgjegjësi shumë e madhe për të kërkuar dhe për të disiplinu, sidomos ushtarët e ri. I përfshirë edhe në operacionet e kërkim shpëtimit gjatë tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019, rrëfen sfidat dhe momentet nga ajo përvojë. Ka qenë një ndër sfidat më të mëdha dhe më të vështira të karrierës time si ushtarak. Nga njëra anë ishte personi i familjarëve që kërkoshin dhe kishin shpresën të ne, nga ana tjetër ishte rrezikshmëria shumë e lartë e godinave që ishin të paqëndrueshme. Kam pas fatin që të jap dorën e shpresës një zonjë. Unë ndolla në momentin e dur për t'ja dhënë përsëri dhe për ta vazhduar jetën. Uniforma për të përfaqëson detyrën dhe shërbimin ndaj qytetarëve. Nga dita e parë që jam betuar para flamurit tim kombëtar, edhe sot, sa herë dal para pasqyrës, nuk është se shikoj veten, unë shikoj veten time, forcat armatosura, pra kam një përgjegjësi shumë të lartë për këtë flamur që më ngra. Unë në ushtrisë fola gjithë rinin time. Për të detyrave, stërvitjes dhe sfidave të terrenit, shërbimi në uniform mbetet mbi të gjitha përkushtim dhe përgjegjësi, sepse të jesh ushtarak do të thotë të mbash një premtim të heshtur, të jesh gati në çdo moment për qytetarët dhe atë dhe unë.